sa i përket shëndetit mendor. Sot do ta kemi një bisedë që ndërlidhet me shëndetin mendor, mirë po gjithsesi do të ndalemi dhe do të fokusohemi tek profesioni i psikologës, në këtë rast të qenurit grua. Antigona, mirë se vjen. Mirë se gjeta, faleminderit. Kënaqësi që ju kemë në studio. Sot do të jetë një temë ndoshta pak mishmash sa i përket shëndetit mendor, po gjithsesi, ashtu siç e thash edhe pak më herët, do të fokusohemi pak a shumë tek profesioni dhe të qenurit grua pikërisht në këtë profesion, meqense si çdo të hanë tjetër e kemi kështu situatën këtu në 410, i diskutojmë pikërisht këtë çështje, sfidat në për cilat gratë përballen në profesionet që ato kanë zgjedhur. Po, faktikisht... Tash më janë bërë shumë vite që ke zgjedhur profesionin, po gjithsesi të bie pak të kthehesh. Me fol për Antigonën, pa u përfshi pak shëndetin mendor është e pamundur, kështu që jemi në rregull te ai mishmashi, jo mësume ato çdo ditë. Mirë shumë. Ka vite që e ushtron këtë profesion, gjithsesi po besoj që ka qenë një moment kur ti është dashur të marrësh këtë hap, të zgjedhësh. E ke qenë e vendosur pikërisht për të vazhduar dhe për të zgjedhur këtë profesion, dhe kush kanë qenë personat në mënyrë që të kanë thonë do it, bëje, se e thashën gjuhën angleze, gjithsesi ata që të shtyhen përpara. Ka pas shumë njerëz ndër vite që më kanë përkrahë dhe më kanë shty me bo këtë. Tu fillu prej familjes, prindëve të mi në krejt në fillim kur e kom zgjedh si profesion, se në atë kohë, ndoshta edhe s'është të dishim shumë, ka qenë një profesion i ri në Kosovë. E stigmatizuar dhe vazhdon që tjetë një familje. Po, se cilën herë ma shumë, faktikisht, por që prindë e mi e patën përkrasi ide dhe kanë qenë atë me krejt mbështetjen e tyne. Mandej, ndër vite, ka pas edhe njerëz tjerë, shoqëni, njerëz ndoshta që i kom njoft, edhe që kemi bërë biseda normale, që kanë thonë, sa mire pas këtë zgjedhë profesionin, po të shkoj ka njëherë edhe këto bisedat e thjeshta për njerëzve që nuk i njerë shumë gjatë, po që ka një farë impakti, një farë përshtypje të parë, ndoshta edhe të motivojnë, edhe një shtytësi mirë. Po, të japi një lloj validimi që, okej, pas na bë mirë edhe vazhdoj me qenë mirë në këtë... Sa do që doken të vogla dhe minimale, kur përsëritën edhe kur bëhen pjesë e shpesht e përditshmërisë, krijohet një farë imazhi për veten prej asaj, se do, okej, ma tha 1, 2, 3, 10, 15, 20, edhe të bën mundje mirë faktikisht kjo që tjerë po vlerësojnë që pas ke qenë ti për këtë profesion që e ke zgjedhur. Natyrisht, më e rëndësishme është çu ndjehesh ti në atë punë që e bën, dhe kjo është ajo vula kryesore, po që pse jo, unë them gjithmonë pse jo, nëse mundesh me thënë një fjalë të mirë, mundesh me ndrejsh ditën dikujt edhe më pëlqen këtu. I praktikoj edhe vetë. Shumë e vërtetë. Do të diskutojmë tani pak më vonë impaktin e fjalëve të mira në krahasim me fjalë tek këqija apo komentet në të cilat vetë i marrim, qoftë gjatë paraqitjeve mediatike, po pse jo në kohët fundit po komentohemi edhe për çështjet tona personale. Ka pas edhe se s'po du me ndërprej, po ka pas edhe se që kanë thonë s'ko këti për këtë profesion, shko dika tjetër, po ato kanë qenë... Po, gjithmonë janë këto, ana tjetër e personave, medaljes që... Dasha këqia, që janë lidhë me situata caktume, të cilat natyrisht një person i vetëdijshëm i analizon e nuk i merr shablon që është të qështu. Po, gjithsesi kam pasin pak, sa do pak, në ato momente të caktuara, se e di që për personat të cilët janë të vendosur për profesionin e tyre. Nuk është se, po themi, mund të ndihmojnë këto mendime apo këto fjalë që të ndryshojnë drejtimin, po gjithsesi ka luhatje të vockla. Po mundet me të nervozu aty për aty, mundet me u lëndu, ndoshta se ti je për një mision, për një qëllim caktuar aty, tash varet në çfarë role dhe kush ta thot. Po, për shembull, nëse vinë prej profesionistëve, edhe nëse ti akoma si e formuar profesion edhe nëherë se kupton tendencën e tyne, ata i kanë pasiguritë e veta, frikat e veta, qëllimet e veta, më thonë edhe mundet me të ndiku, sidomos po flasim kur je ndoshta në studime, ose në fillimet karrierës. Por që asnjëherë kisha me ju thonë këtë studentëve dhe atyne që janë hapat parë në çfarë do profesioni, kur mos u ndikoni prej asaj çka ju thonë, se njerëzit vlerësimet që i bojnë nisen prej vetës, e nuk është ju njohin qaq mirë, edhe komentet qoftë pozitive, qoftë negative, shumë shpesh kanë bojnë me atë që i jep e jo me ty. Shumë e vërtet, dhe ka shumë raste, dhe s'po flas tani vetëm për fushën e psikologjisë, po flas për gjitha profesionet, ka shumë të tjerë të cilët në një mënyrë janë shumë lartë, po në një moment të caktuar janë cilësuar si jo të denjë nga ata të quajturit profesionist, dhe vetëm sa për t'i hequr, po themi nga
loja, apo nga rruga që mund të ketë një farë mënyre trazuar rrugën e atyre profesionistëve apo ku ta di. Kur janë personazhe publike ose kemi të bëjmë me fushën e medias ose muzikës, artit, edhe mund të jenë më të dukshme ose sportit. Po kur janë profesione të cilat nuk ekspozohen media, ka shumë të cilët ndoshta edhe tërhiqen, është një fatkeqësi se ka mujt me dash shumë profesionin edhe me qenë shumë i suksesshëm në çat fushë, po fal një fjale jo duhen, momentin jo duhen, se naherë jenë në një moment kur si nashta rahat me veten për shumë arsye, edhe vjen ajo bashkë që s'tu ka dash në çat moment dhe ta ndron kërkojën e jetës, kështu që kujdes edhe çka i thoni njerëzve se. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Cila ka qenë sfida më e madhe që ndoshta vazhdon edhe të jetë sfidë e këtij profesioni? Edhe tani po e ndërlidhim gjithmonë me të qenurit grua, sepse për këtë edhe po flasim. Pikërisht. Për mua ka qenë gjithmonë sfida e fokusit edhe me i botë të dyat në njëjtën kohë, të qenurit grua nan, sidomos nan, dhe profesioniste. Domethënë përderisa shkollimet e mia unë po bëja i gare për thëmu plaka kur s'mu kry shkolla, lajëm tu bo specializimin dhe prej që e majmë vetëm men të shku në shkollë, ndërkohë që ke kryu një familje, ke një partner, i ke bo fmit edhe ato obligimet familjare të presin funditës, mas një dite shumë ngarkume dhe gjatë, kime shku në shpe dhe kime vazhdu pjesën tjetër ditës. Kjo mendoj që ka qenë me gjithë ato balancat, mos me mungu në shpe, mos me mungu në rritjen edhe në zhvillimin e fëmijëve, me qenë aty për ta, sepse ata ka nevojë për ty, jo vetëm fizikisht, po është shumë e rëndësishme vëmendja, fokusi që e kite ata, se një detaj i vogël, një mungesë e vëmendjes për një kohë pak më gjatë, tik situata prej dorës, edhe fëmia shumë lehtë mundet me marrë një drejtim i cili s'kish me na pëlqy, kështu që kjo ka qenë, mendoj, vështirësia më e madhe për mua në profesionin tim dhe natyrisht sfida edhe stresi është vërejtë edhe prej anës teme dhe po që se si a ke dalë shumë mirë deri në këtë pikë, edhe pak më herët vazhdon t'jesh pjesë e shkollimit të vazhdueshëm edhe pa marrë parasysh gjitha këtyre sfidave, stresit që sjell profesionin në përgjithësi, po gjithsesi edhe paragjykime dhe gjitha këto që nuk ndalen, janë prezente në çdo moment të jetës. Kjo ndoshta na duhet me i thonë se po flasim për femnën, për gruan, po kjo falë ndoshta edhe meshkujve në këtë rast të cilët janë aty për neve, natyrisht kjo është e dyanshme. Gjithmonë edhe unë kom qenë aty për burrin, partnerin tim, po edhe ai ka qenë aty për mua. Ndonjëherë nuk kjo me qenë aty për ty nuk nënkupton që ai ka me t'i kry punët, po me ta lecu procesin, për shembull nëse unë kam një afat provimeve dhe e kom përmenë edhe njëherë, e kom pas djalin në spital, kur mu dash kemi dhonë provimet në master, para shumë viteve, edhe atë që mendojsha për provimet në atë kohë, pse i kisha përgatit, për shkak se gjendja e djalit ish me temperaturë, i shtrim spital. Edhe ka qenë burri që tha, ti s'po do me shku mi kry provimet ta, tha shush me lanë unë e djalin kështë me shku në provim, atë që bëhet fjallë. Tha djalit i ka lënë, ti ka fati provimeve, tha ti nana, unë jëm baba, unë rri me to dhe ti shkon provim. Dhe më thonë, kjo doket nashta shumë e thjesht, por në atë moment, kur unë asë që i kom pas mendin të provimet, ka qenë një shtytje shumë e madhe për anës ti, se më të vërtet ato suksesin që ato provime ka qenë me nota maksimale, në një gjendje të jashtëzakonshme, tash u kanë edhe një farë krenarie për mu, po mos t'i shonë fjala e tij dhe për kraja e tij, unë s'kisha shku në provim, këtë aja fat isha nulu për anës tem. Kjo kallëzon atë prezencën, s'mjafton me qenë veç prezent, po me mbështet një ani tjetrin, ose momente tjera, për shembull kur ti e ki një javë madh ngarkume dhe disa gjana në shtëpi nuk mundesh mi bo maksimum, se s'mundesh me qenë me dhënë maksimumin në karrierë edhe maksimumin në shtëpi. Gjithmonë diçka ka me të met, dikon ka me të met tjerë se si je super njeri, por që në momente ti bën ase do të thënë bën kompromise. Kompromise, një peshore. Dikon bën kompromis me profesionin për shkak fëmijëve, për shembull, dikon bën kompromis me punën e shtëpisë për shkak profesionit, edhe kështu i gjen ato balanca që nuk janë të lehta, po nëse kishe me pas një partner që nuk ish me qenë ndihmues ose
ku kemi raste edhe jo që si janë ndihmues, po janë edhe dhunues, edhe arrogante, edhe shfaqin sjellje të dhunshme, qoftë dhunë psikologjike, qoftë dhunë fizike, do të thonë është shumë e vështirë mandeti me qenë një grua e suksesshme edhe në karrierë, edhe në shtëpi edhe kudo. Shumë e vërtet. Sa i përket superneri, unë shpesh e them që gratë një farë mënyre janë super nana, kështu që nëse jo super njeri, jemi shumë afër asaj. Jemi super nana. Shumë afër asaj, kështu që asnjëherë të mos e zvoglojmë mundin të cilin e bëjmë, jo vetëm për veten tonë, por gjithsesi kemi përgjegjësinë e fëmijëve, ashtu siç u përmend pak më herët, dhe në asnjë moment s'duhet i harrojmë baballarët, babat, në këtë rast edhe bashkëshortët, të cilët janë padyshim ata që na ndihmojnë. Edhe unë thash që në fillim, ndoshta e tham, po më duket para se të fillojmë, gjitha gratë që kanë qenë në Studion 410 gjithmonë e përmendin një mbështetje të jashtëzakonshme që kanë nga bashkëshortet e tyre, e që në këtë mes duhet patjetër t'i përshëndesim edhe t'i lavdojmë. Mendoj që kemi nevojë me ndryshu qasjen ndaj burrave, Pikërisht. sepse po shoh një luftë të shpallur në hishtje edhe pa hishtje, kudo nëpër media kundër burrave ose gratë dhe burrat. Shpesh u thirr në feminizëm e kudion. Unë jam për raportin ndërnjerëzore, na pa meshkujt s'kemi ku me shku, edhe ata pa neve s'kan ku me shku. Shumë e vërtet. Njerëzimi nuk bëhet ndryshe, a? Pikërisht, nuk i kuptojmë të drejtën këto konfliktet dhe ajo që ka unë shoh në praktikën time, në punën time të përditshme, faktikisht prej këtyne bisedave, jo rrallë, vajzat të reja fryhen prej këtyne ideve të cilat shkaktojnë telashe pastaj në jetën në qift. Besëm janë probleme të cilat shkaktojnë pa nevojë mes një qifti dhe çojnë deri te divorci, pikërisht për shkak këtyne keqkuptimeve, këtyne inateve, këtyne çdo luftës që i kemi shpall meshkujve pa nevojë. Mendoj që na duhet me i dashur ata dhe ata na dojnë neve. Shumë e vërtetë. Kështu që veç me dashni dhe me respekt mundim me hecë përpara, me gjanat të arrogancës dhe të luftrave nuk shkojmë askund. Kemi nevojë pak më shumë për dashni dhe respekt. Shumë e vërtet. Ndoshta duket kjo e hënia jonë që po i kushtojmë vetëm grave, po në përgjithësi nga çdo bisedë që kam pas rastin të kem me gratë që vinë të hanave në Studion 410 gjithmonë është prezenca e burrave në mesin tonë, kështu që kjo përkundrazi është mesazh jo vetëm për familjarët e gruas në këtë rast, nana, baba, motra, vllau dhe familja saj, por është edhe familja tjetër, ana e burrit, të cilët në farë mënyrë kanë përkrahur atë grua pikërisht që është ulur aty ku je ti, ka qindra gratë të cilat vetëse kanë rrëfyer për sukseset dhe sfidat në për cilat ato kalojnë. E po besoj që edhe profesioni i psikologës nuk është pa sfida. Në këtë rast je personi që i ndëgjon gjitha brengat, ndoshta hallet, ku ta di, situata ndryshme që vinë çdo ditë. Dhe tani ti ato i merë për veti, i përpunon dhe mundohesh t'ju bësh zgjidhje apo thjesht terapit që përkujnë me profesion. Është edhe profesion që m'jep kënaqësi për te i lodhjes edhe për te i ngarkesave, stresave që munden, sepse kime ndëgju histori të dhëmshme, kime pa emocione, jo të leta, ngarkesa të ndryshme emocionale të njerëzit, por është ajo kënaqësia se gjithmonë aty ti sheh shpirtin e personit tjetër, aty zhvishen maskat edhe jeni dy njerëz tamam, ku në atë nivel komunikimi bëhet shumë i bukur, kisha me qujt, edhe nëse është me lot, edhe nëse është me emocione të tjera, e ka atë bukurinë e tij sepse është i sinqert, është i hapur, edhe është aty ku ti kime ndihmu, kime shëru një plagë shpirtnore, edhe kime bo tjetrin që ato përjetime jo të mira emocionale mi kthy në forcë, mi kthy në shpresë, mi kthy në buzëqeshje dhe kjo shpresa, buzëqeshja që ti e merr në fund të çdo seance, është ajo burimi që ty të mush mandej me motiv, me energji edhe krejt atë energjinë që ti ke harxhu gjatë seancës. Sikur e kompenzon edhe ti në fund veç ndjesh e lumtur edhe mas një orë najherë di edhe mi kalu ato orët e minutat e seancave se jam pak njeri e thëmë si me Omer nuk ma dikton mu seancën ora, minutat, po ma dikton mu seancën, ajo shka o të ndodh aty. Kështu që
Adhe me gjithë këtë lodhin e kretë, është ajo ndjenja kënaqësi që e marrë ma çdo seancë që më bën mu me vazhdu tutje çdo ditë dhe që nuk e ndjej shumë me thonë drejtën atë lodhin. Tash nështë është edhe përvoja se u bënë shumë vite, po gjithmonë ka raste matrona që jemi njerëz edhe na të ngarkojnë edhe tani vjen ajo pyetje që gjithmonë ju a drejtoj psikologëve në përgjithësi. Psikologët shkojnë vetë te psikologu? Po, na madje kemi obligative. Na duhet me rujt mirëqenjen tonë psikologjike, sepse nëse unë s'jam mirë me vetën, nuk kam e qenë mirë në profesion. Unë nuk kam pajisje ndim se nuk kam ultrazon, nuk kam tensiometer, nuk kam një aparat me cilin kam e kry shërbimin që ofroj, për kundrazi, krejt shërbimin e ofroj me mendjen time, vëmendjen, koncentrimin, logjikën, njerëzillëkun, edhe me gjithë shka janë burimet e mia, shpirtnore, psikologjike, edhe fizike, madje, kështu që na duhet, gjanë e parë që ka duhet me bo na psikologët, është me i trajtu problemet që i kemi na tonat emocionale, që me rujt shëndetin tonë mendor, sepse pa që jena në rregull nuk mundim me qenë suksesshëm profesion. Shumë e vërtet. Po në çështjet e profesionit si grua, ka sfida, ka stigmatizime, vazhdon tjetë kjo ideja se është grua. Gjithmonë e them këtë, tek ne vazhdon tjenë një besim ose mos besim. Dikush edhe beson veç pse është një grua dhe dikush nuk e beson veç pse është një grua. Janë të dy anët. Ka gjithmonë paragjykime. Më ka rastis, jo shumë prej klientëve me thonë të drejtën, po më ka rastis për shembull me hasë vështirësi të psikologëve që punojnë në për institucione ndryshme, presioni që bëhet mundet me qenë më i madh te dikush është femën se sa te dikush është burr, për shkak se ajo është ma pak e gatshme me mbrojt vetën e vetë, se s'ka fuqinë e një burri. Fatkeqësisht po e them këto, po mendoj që është prezente, ka pas raste kur e kom pa. Vazhdon tjetë, po. E kom pa edhe këtu janë disa nga momentet më të vështira me thonë drejtën për mu. E kam shumë të vështirë me pa drejtësinë të njerëzit e tjerë. Ndoshta shumë ma letë e përjetoj e përballoj diçka nëse mbote pa drejt mu individualisht, se i kam ato forcat qysh me luftu, qysh me përballu, po kur shoh që pa drejtësia i bëhet dikujt tjetërt edhe ai tjetri është i pafuqishëm me bo një zgjidhje, këtu janë raste shumë sfiduese për mua, se më vjen natyrshëm me ndihmu tjetrin, e ndonjëherë i ki durët e lidhuna, nuk është që mundesh me bo shumë, kurse tjetri thjesht është i pafuqishëm me ndihmu veten në këtë rast. Nashta ka mujtë mu bo edhe avokat. Në këtë aspekt, Po, e kam kështu të natyrshme edhe kove të fundit e kam mendu shumë pse e kam ka shumë të theksuar, vjen shumë me ndihmu, po lidhet me profesionin e psikologit që më vjen me ndihmu tjetrin, po sidomos kur dikujt i bëhet e padrejt, e kam shumë të vështirë me menaxhu te vetjat për jetimin që duna me ndihmu. Po, si a del tani me paragjykimet kur vinë? Si je ftyrë mediatike tashmë që një prononcosh për media dhe jo vetëm, flet haptazi për problemet e shëndetit mendor në përgjithësi dhe bombardohesh po besoj edhe me komente, e diskutova edhe me musafirin parapraket që një farë mënyre ka komente nga më të ndryshmet edhe ka fillu të jetë një lloj fenomeni negativ i shoqënisë tonë që nuk do duhet ishte. Në këtë rast më e keqja në këtë mes është kur femra komenton negativisht për një femën tjetër, që ndoshta nuk është kuj bëha asgjë keq. Kam pa komente edhe në për kësi lloj portalesh të cilat janë për gatim, ose ku ta di diçka e tillë që komentohen negativisht kur zoja në fjalë është thjesht duke e tregu recetën e saj të thjesht. Po e marr si shembull, e që në këtë rast mund të komentohet për shëndetin mendor dhe jo vetëm. Kohëve të fundit e kam thënë është bëhe rrezikshme me dalë media. Media, po. Se jo rrallë këto intervistat këputën edhe shpërndahen në pjesë të caktume për shkak të qësh funksionojnë rrjetet sociale, ato rilsat pak më të shkurta edhe ashtu klikimet merren ma lehtë se kërkush të këqyr një video një orë për shembull ose ku diun. Por që kur po bëhet kjo shkputja ndonjëherë biseda po del prej kontekstit, edhe ajo çka ke thënë po merr kohë tjetër ose titulli që është vendos
aty mundet me qenë, po e merë vëmendjen e nuk e ka ndëgju krejt që ka thonë deri në fund. Dhe këtu mandej ka një vroll të njerëzve që japin komente, në këto komente jo rallë ka edhe komente negative. Fatmirësisht, nuk kam shpesh raste ku kam marrë komente negative, në përgjithësi jam edhe kujdesshme me ato që e tham media, e mendoj shumë mirë para se me thonë diçka, me gjithë spontanitetin edhe të qenurit i hapun edhe i sinqert në media, mendoj që ka shumë rëndësi nga herë edhe çush e thu, e jo veç ka thu. Këtu kam qenë shumë e kujdesshme gjithmonë me e thonë në formën e duhur, ndoshta kjo ka ndiku, në përgjithësi kam pas komente të mira, edhe kur ka komente jo të mira, mundohem me mos me i pa, mos me i analizu, sepse nuk kam kohë me thonë drejtën me hi edhe shumë i këshyra ato komentet, mandej është e pamundur të mi përcjell në përsa... Po gjithsesi çfarë tregon kjo për shoqërinë tonë? Ky lloj fenomeni që një farë mënyrë e përmenda pak më herët që edhe gruaja ndaj gruas komenton në mënyrë negative, ani pse gruaja në fjalë nuk është duke bë, po themi krim ose diçka të keqe deri në atë pikë sa të ofendohet rënd, siç jemi mësuar me pa. Thash, ekspozimi edhe se cili prej neve kemi një media tonën, faktin që kemi një rrjet social, na kemi dorë një televizion. Edhe kjo ka bo që njerëzit me pas qasje direkt dhe njerëz të cilët ja vlejnë edhe ata që nashta s'kanë të bajnë me një fushë saktume, e kanë luksin prej shtëpisë kudo që janë me dhani mendim për secilën çështje, kështu që thjesht ju ka dhënë hapësira secilit, qoftë profesionist ose jo me bo një koment aty në rrjetet sociale, edhe çka është më e mirë apo të më thojza, është liria në maksimum aty, dhe kërkush nuk ndëshkohet për diçka, çka do që thu, mundesh me shom, mundesh me bo gjithçka, edhe kërkush nuk ndëshkon për ato çka e ke bo aty, s'është e pamundur me i filtru ose me i pa krejt atu. Edhe aty mandej njerëzit e shfaqin vetën e vetë, e përdorin atë liri, qashtu që shdojnë. S'kam çka me... Çfarë tregon kjo për shoqërinë tonë? Tani në rolin e psikologës, si e sheh? Jemi të ngutshëm te këto komentet? Po mendoj që natyra njerëzore, kudo që na lejohet me qenë të lirë, plotësisht të lirë, na devijojmë ka pak prej binarëve. Edhe në komunikacion, mos me punu semaforat, kime pa një të lovi. Edhe këto, fakti që s'ka regula, ka të lovi. është natyra njerëzore, kemi nevoj thjesht, jemi njerëz dhe kemi nevoj pak për regull. Rend dhe ligjë. Shumë e vërtet. Regjia, më bëri me dije që kemi vetëm 2 minuta ko, dhe bëna kështu pak u habita, sepse më shkoj biseda shumë shpejt, gjithsesi, krejt për fund, do doja këshillat në këtë rast nga psikologja, por edhe nga një grua, një nanë, cila mund të ketë kaluar në sfidat ndryshme që të ndoje me gratë të cilat po na shohin në këto momente. Kisha me thonë se cila mundin e me qenë shumë të suksesshme, se cila për juve vleni shumë, ju keni kapacitet me i mëri andrat e juve, mos u nalni, mos u dërzoni asnjëherë. Gjithmonë keni parasysh vlerat, nëse rrini mrapa disa vlerave, sepse për me qenë të suksesshëm na duhet me pas dështylla. Nëse kemi do vlera si person, që ato vlera kanë me qenë ndihma jonë, se suksesi arrihet gjithçysh, arrihet shpejt, por gjithçka që ka shkon ma ka dalë. Edhe të bazu në qëto vlera është ma i qëndrushëm dhe s'ka kushtet ardëzën. Ti mundesh me mëri shpejt, me mënyra jo të ndershme ndoshta çka do qoftë, por është shumë shkurt, është shumë e shkurt edhe ajo ka tendencën me ushu shumë lehtë. Kështu që vlerat janë shumë të rëndësishme. Nëse mendojnë me bo edhe familjen edhe karrierën në të njëjtën kohë, natyrisht e munden, sado që është sfiduse, ato munden mja dalë edhe për mendimin tem, familja është një vlerë e shoqënisë, kështu që i inkurajoj gjitha gratë që mos të lojnë anash edhe krijimin e familjes, sepse njetë, tash të i bo do vjetë, jo që jo më plak, po të i bo do vjetë, po e kuptoj që ka me të vërtet ka rëndësi njetë. Kështu që me pas njerëzit e tu, kur shkon në fund ditës në shpe, të mushet zemra plot edhe përmbushe shumë, edhe nëse se kishe pas ku dion qka do tjetër, kur e ki zemrën plot me njerëzit e tu,
doket që e ki këtë botën, e ki gjithçka dhe gjithçka tjetër është e mundshme pastaj. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Kështu që kisha bo thiri që qikat e reja, vajzat e reja, me ju përkushtu familjes. Krejtë gjanat e këqia janë botë gjatë ditës me i përjetu në fund kur t'i ke përqafimet nga njerëzit e dur, gjithçka largohet. Shumë e vërtet. Shumë kënaqësi që të pata në studio Antigona, faleminderit për gjitha këto që ndajte me ne, e ne po besoj që do të shihemi së shpejti edhe hera tjera. Faleminderit shumë, ti u kënaqja dhon. Gjithsesi, kënaqësi. Miqtë e mi dashur, kaq kishim sa i përket këtij edicioni, për fund po i falenderoj edhe ata